Qendra shëndetësore në Cakran ofron shërbim të pandërprer mjekësor 24 orë në ditë për rreth 20.000 banor të kësaj njësie administrative, duke mbuluar gjithashtu nevojat shëndetësore edhe të 3 njësive administrative për rreth. Fal përmirësimit të infrastrukturës, shtimit të shërbimeve dhe angazhimit të stafit mjekësor, banorët kanë tashmë më shumë akses në kujdesin shëndetësor pranë vendbanimit të tyre. Qytetarët shprehen se ofrimi i shërbimeve në çdo orë të ditës ka lehtësuar ndjeshëm marrjen e ndihmës mjekësore, sidomos në rastet urgjente, duke shmangur lëvizje drejt qytetit. Sipas tyre, zgjerimi i aksesit dhe përmirësimi i kushteve në qendrën shëndetësore kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e cilësisë së shërbimit dhe sigurisë për komunitetin. Qendra shëndetësore në Cakran ruan traditën e mirë dhe është pranë komunitetit prej 20.000 banorësh. Përfshi fshatrat e zonës dhe vinë edhe nga fshatari dhe nga zonat tjera dhe marrin shërbime. Për këtë jemi shumë të kënaqur. Ai të kënaqur jemi sa s'ka të vime me këta, si personel këtu. Përse jeni të kënaqur? Për të gjitha shërbimet që bëjnë. Detyrojeni të shkoni në Fier për të marrë shërbime mjekësore? Absolutisht jo. Vemi kur marrim rekomandim të tjera. Ata me shërbime të firmës. Qendra shëndetësore në Cakran është pranë qytetarëve? Po pranë qytetarëve të se rrinë këtu ditë natë. Po shërbime ofrojnë? Shumë, bile. Shumë shërbime ofrojnë. Shërbimi shëndetësor në Cakran është në normat e duhura, është i shkëlqyer. Edhe nuk ka asnjë negligencë. Janë në çdo kohë në shërbim të popullit. Si është marrëdhënia e mjekëve me pacientët? Marrëdhënia është shumë e mirë dhe ka respekt. Ka shumë respekt se këta u shërbejnë. Nuk i gënjejnë. Edhe është sidomos toni gjela njëherë është po të tëra thuja. Kush është Tonini? Tonini është është një në zvarri këtu. Drejtori i qendrës? Drejtori i qendrës. Janë në mënyrë të përgjithshme janë të shkëlqyer. Nuk e çau. Shkoni në Fier për të marrë shërbim shëndetësor apo kur ai nuk është i mundur për të marrë këtu? Kur nuk të përgjigjet ai këtu, me fjalë se nuk i kanë të tëra këto ata. Po, dermatologu për shembull do atje, demi atje, marrë rekomandimin shkon atje. Sot ndihemi më të sigurt, kanë thënë gjithashtu banorët, sepse shërbimi është pranë tyre dhe mjekët janë të gatshëm në çdo kohë, shprehen banorët të cilët vlerësojnë investimet dhe përkushtimin e personelit shëndetësor në këtë zonë.